Qendra e shërbimit të zjarfikësve sot u vizitua nga ana e qendrës edukative parashkollore, me qëllim që fëmijët të vetëdijsohen për rreziqet dhe nga ana tjetër shërbimet që kryen kjo qendër, në të cilën përveç fëmijëve pjesëmarrës ishin edhe edukatorë dhe drejtoresha e këtij institucioni. Për qëllimet e vizitës së kësaj qendre edukative parashkollore në këtë institucion, na flet edukatorja Nebahat Imeri. Ne si qendër edukative parashkollore, përveç obligimeve dhe aktiviteteve brenda në shkollë, kemi edhe në plan programin ton përfshin edhe vizitat jashtë qendrës ton, ku bëjmë disa vizita, për shembull, njerë mbajmë orën që kemi në plan program rreth zhvillimit social, për shembull, edhe të cilat vende ne duhet t'i vizitojmë. U tregojmë fëmijëve se çfarë funksioni kanë zjarfikësat, pasi ato e bojnë si teori, e marrin një rinjohe, atëherë i çojmë edhe t'i vizitojnë vendet ku vërtet ndodhen ato. Guximi është një aftësi për të mposhtur frikën nëpërmes qëndrueshmërisë, instiktit, mëshirës ndaj të tjerëve dhe ushtrimit. Ne përpiqemi t'i mbajmë qytetarët tanë larg nga rreziku, posaçërisht të qëllimta dhe akteve të dëmshme. Me mjetet dhe trajnimet më të mira, shërbimi i zjarfikësve dhe shpëtimit mund të zvogëlojnë rrezikun ndaj njerëzve dhe zjarfikësve, emergjencave dhe incidenteve mjekësore. Theksoi udhëheqësi i stacionit të zjarfikësve Uka Aliti. Sot jemi në koqyr të fëmijëve nga qendra edukativo arsimore Reja, këtu në Tetov, ku me këtë po vërtetojmë dhe tregojmë se kemi pas edhe përpara bashkëpunim me këtë qendër dhe faktikisht ne e thellojmë bashkëpunimin me që edhe u aplotësojmë dëshirat e fëmijëve, se vetë fëmijët kanë shprehë dëshirë që të vinë dhe na vizitojnë, me që përsa afërmi duan të njoftohen me aktivitetet dhe punën e zjarfikësit shpëtimtar. Shërbimi i zjarfikësve dhe shpëtimit vazhdon me thirrjen e paluhatshme të saj për të mbrojtur dhe shërbyer.